Faleminderit. Me kam po bisedojmë? Jam pi France. Nga Franca, kush është apo anonim? Anonim. Në rregull. Si është moti në Francë? Po, shumë nxehtë. Nxehtë, a? Tepër nxehtë. Po shpresoj që je në një ambient ku mundesh pak mu fresku ke Po, kondicioner si unë tash në studio. E dashur, është hera e parë me sa po e shoh që po telefonon? Po, e vërtet, hera e parë jam. Por ana shoh çdo ditë apo sipas mundësive? Po, gjithsesi. Faleminderit, vjen shumë mirë. Vjen mirë edhe më nëse që 13 vite gjys jam në Francë, halasim në Kosovë. Cila është arsyeja? E pa letra, hala. Edhe të ka marrë malli. Oh, tepër. Cila ka qenë arsyeja udhëtimit në Francë? Për kushte më të mira, jetë më të mira, apo çështje shëndetësore? Qashtu, kur të lypshe ka shumë ardim ma mirë, edhe qashtu pati. Fati, por jeni dëshpëru me këtë zgjedhje që e keni bërë? Po, ma shumë dëshpëru më qysh disha pëmë. Kur po ishe, po jetë që tu me ndu, dhe si vjetë, dhe për 14 vite një jetë me të shku që të ishë shumë dëshprimi madhë. E vështirë besaj. Shumë. Sepse kemi dëgjues shikues që vinë verës çdo vetë në Kosovë dhe prap nuk ju mjafton. E të kaloj kaq shumë kohë pa e parë vendin në lindjen, po besoj ke familje këtu? Kam familje, ma vendlindja nuk se s'na vjen son kërkosh. Ndryshe merr frym njëri në vend.